Pra ibadeti zemrës, kësaj ibadeti të zemrës i thohet imani mrenç. Pjesa e imanit e për ta kuptuar në më letë, dietarët kanë orvat dhe ja kanë bën vjetën e tyre vakëf, që të nëndojnë llojet nga dalë, që na ta kuptojmë çka ka dashur Allahu prej zemrës tonë, çka ka li prej teje, çka ka li prej mu, çka ka li prej zemrës time, që Allahu të më pranon dhe të jem i pranuar të Allahu, dhe ditë e gjenetit t'i hapen ditën e kiametit, që Allahu ja ka bon haram të hapen dirët e gjenetit, vetëm ai që është i pranuar. Çka ka lip Allahu prej zemrës time që të meritoj shefatin e pejgamberit ditën e kiametit. Për ata vëllezër të ndershëm, një pjesë të saj që e ka kërku Allahu folëm dersin e kaluar. Dietar thanë, transmetuan i gjmase, kanë rënë ujdi dietarët, se imani përmbahet prej fjalëve dhe prej vepra. E pasi që imani është i mbrëmshëm dhe i jashtëm, atëre pjesa e mbrëmshme zemra përbohet nga fjalët dhe nga veprat. Çka do me thonë fjala e zemrës? Tham dersin e kalum, fjalë do të thotë me ditë dhe me besu dhe me pas bindje çdo sen që Allahu e ka zbrit në Koran, ka lajmëru për ta, apo pejgamberi Allahut ka lajmëru në hadithet pejgamberit të tij. Çka ka lajmëru Allahu në Koran? Tham dersin e kaluar, ka lajmëru për shumë sende. Ato të cilët janë fundamente, temele janë 6, na i thojmë shartët e imanit. Allahu ka lajmëru se Allahu ekziston, Allahu ka lajmëru se Allahu a krijues, Allahu ka lajmëru se Allahu e meriton adhurimin, Allahu ka lajmëru se Allahu i takojnë emrat e bukur dhe sifatet e plota. Ka lajmëru Allahu se ka zbrit libra para nesh, dhe Kurani janë fjale Allahu të zbrit. Ka lajmëru Allahu se ka me lek krijesa që sini jonë nuk i shef, mi po ekzistojnë. Allahu ka lajmëru se ka gjin, prej tyre musliman dhe jo musliman. Ka lajmëru Allahu se ka dërgu shumë pejgamber. Ka lajmëru Allahu se ka ringjallje, ka ahiret, ka xhennet, ka zjarr, ka llogari. Ka lajmëru Allahu se nuk ndodh në dunja vetëm me caktimin Allahut. Këto janë fundamentet, bazat krijesore. Pra i cili beson dhe nuk dishon fare çdo sen që Allahu ka lajmëru, dhe ka lajmëru çdo sen që ka lajmëru pejgamberi Allahut, këtij ka fillu bataria e tij mi dhon signal se ka fillu mumush, amo nuk ka plotsu. I keni pa celularat, telefonat, ku ta shloj e krejt bataria nuk jep sinjal, e në rrim ende sinjali si vjen. Ko ti vjen e sinjali, atëre thu e mirë se po mushka. Pra vëllezër të ndershëm, ai i cili i ka besu krejt këta, ja ka fillu sinjali besimit me i dhonën alarm. Ka thonë dietar, ai i cili beson krejt këto, ka bindje në to, a do të bo musliman dhe me kaq mjafton jo. Ka thonë çka duhet? Ka thonë do e mos duhet atë që e ka besu me dasht, dhe atë që ka urnu Allahu me dasht, e atë të cilën ka ndalu Allahu me urrejt. Allahu e ka dasht besimin, ka urnu të besojmë me desht edhe ti. Allahu azza wa jall ka ndalu nga shirku dhe kufri me urrejt edhe ti. Dhe kjo pjesa tjetër që i thojnë veprat e zemrës.